Hey miq, mirë se vini në episodin e radhës Okult Sport. Kristi, Shëndetje Vin. si je? Mirë, si ti? Po mos si shkoj java? Mirë. Normalisht çdo gjë. Çdo gjë normalisht? Javë me shi. Shi. Bo. Isha dhe në Kosovë në Prishtinë për të parë Kosovë-Zvicër. Nuk pushoi shiu 1 minutë. Po do kesh dëgjuar ato të Xhakës, ato. Patjetër, isha në stadium. Doja ta nisja me këtë sepse për faktin që ka mbaruar kualifikueset, Po. presin play-offin në muajin mars dhe do ta nisja me Xhakën, nuk e di. Ti më the që ishte pak shfaqje e shëmtuar, me të drejtën, por Patjetër, deri diku me të drejtë. dëgjoj. Po s'ka këtë mendim. Unë mendoj që dëgjoj. Për aq kohë sa unë mendoj që ato kanë vërshëllyer kapitenin e Zvicrës, jo Granit Xhakën. Po është shqiptar më mirë. Dakord, por tifozët janë emocional. Unë kam përshtypjen që ai mund t'ia kursente tifozëve të Kosovës dhe Kosovës atë deklaratë që bëri. Po më nuk kishte ndonjë të keqe deklarata. Po unë thash që kishte gjë të keqe, unë thash mund t'ia kursente. Po, më ta kursente tani, mos flas, ta kyç shgojën fare. Dëgjoj. Ai thjesht tha që nuk mund të prisin më shumë Zvicrën. Nuk është se tha që duhet ta prisin Zvicrën. Unë që në kryetherës, kur që po flas tu për vitet 2010, 2011, 2012, kur të gjithë i kanë quajtur tradhtar, edhe Xhakën, edhe Shaqirin, unë kam thënë ata janë ambasadorët më të mirë të kombit shqiptar. Nuk e kam ndryshuar këtë mendim. Po janë, por në momentin që Kosova po rritet, është një markë e fuqishme, ti nuk ke pse respekto lirinë e tjetrit. Unë jam për respektimin e lirisë së tjetrit. Dakor, nuk është se tha një deklaratë tha nuk prisin dot më tha Zvicrën. Po atëherë siç duket, nuk është se tha duhet të prisin Zvicrën, nuk është se i orientoi drejt Zvicrës. Siç duket Xhaka tani po flet po përgatit rolin e tij të ardhshëm si një njeri i rëndësishëm i futbollit të Zviceran, i Federatës Zvicerane të Futbollit. Me merit të plot. Më thua që të ketë një prapasken që ndoshta në të ardhmen mund të punojë në Federatën e Zvicrës. Jam me kam bindje. Dhe do të ishte nder për Zvicrën. Po pastaj dona sepse ka një impakt kudo që ka shkuar, ka një impakt pozitiv, jo vetëm si lojtar, po dhe nga gjithë ai background. Kjo nuk i bën mirë Shqipërisë, mendimi. Kjo është negative për ne. Pse? Po sepse do na i marr gjithë shqiptarët, do na i marr me Zvicrën pastaj. Tani, dëgjoj, unë jam prap i mendimit edhe ky debati që ka qenë me Shqipërinë, me Kosovën, edhe këta që janë lindur, rritur, formuar në Zvicër. Unë jam i mendimit që një njeri i rritur mbi 18 vjeç, e kam si shprehun këtë, i vaksinuar nga këto vaksinat e kur jemi fëmijë. Po. Ka të drejtën e lirisë së zgjedhjes dhe për mua të bëj ç'të doj. Ne nuk kemi puna është ta shohim me kombëtarin. Po dëgjoj, ka dhe Xhakun, apo Xhaku s'bëhet ujë tani. Dakor, po pse nuk u morën me këtë tjetrën ata? Me kë? Xhaka kur u ndrua, u duartrokit pa përjashtim nga i gjithë stadiumi. Nga i gjithë. Pse s'u kapën me këtë, po kapen. Më thënë aty ka pasur një kontradikt, po mendon ti, ose ndoshta ka qenë një turmë vogël që mund të ketë shara. Jo, vërshëllimat kanë qenë të përhapura në gjithë stadiumin. Nuk mund t'i lokalizoj vetëm në një pjesë stadiumit, por ama kur doli Xhaka, u duartrokit nga i gjithë stadiumi. Dhe kam përshtypjen që kjo zhurma që imagjinoti. Nëse ato dhanë një shfaqje të shëmtuar, me deklaratën që tha mbas ndeshjes që nuk e prisja këtë në shtëpinë time, pastaj kjo aty u ka paku. Atëherë ti vëm. Nëse ka vëshëllyer ande po këtë. Ti vëm dhe ne ka pakun që asnjë nuk është profet në shtëpinë e tij. Po mirë, okay, e vendosim. Ecim. Vazhdojmë pak me Ernest Muçin, i cili ka hapur një çështje tani prap. Besoj që do t'ja mbush mendjen Silvinjos. Doktori ta vendoset edhe 2 golat, goli i parë i Muçit, ka shënuar 2 gola me Trabzonspor. Sa herë ka parë Silvinjo të golin e dytë të Muçit? Thuaj, unë them mbi 10 herë. Po mirë, më ka parë, po ja, të shohim ky është goli i parë. Ky është goli i parë, po shikojmë çfarë goli të dytë më. Shikoj çfarë goli të dytë. Vazhdo te golin e dytë drejtor? Goli i dytë. Shkoj, Muçi është një futbollist i cili ka shumë cilësi nga ana teknike. Shikoj. Çfarë thua?
Domethënë lojtar shumë cilësor, normalisht. E di çfarë uroj unë? Prap, po. Dgjoj, unë uroj. Unë mendoj që s'do vi prap. Çfarë thua? Ose mund të thirret, po nuk besoj që mund të luaj. Dgjoj, duhet të themi që ky është goli që i dha mbrëm fitoren Trabzonsporit në minutën e 11 shtesë. Po, 11 shtesë. Başakşehir Trabzonspor 3-4, e ngjiti po i afrohet dy kryesuesve Trabzonspori dhe Po nëse s'ka për të fituar kampionatin apo tani. Urdhë? Po nuk ka pak për të fituar, se aty janë po t'ja uroj më. Po nuk të lejnë aty Fenerbahçe, Galatasaray, aty janë kështu. Po mirë tash vën verdiktin ato një vit njëra, një vit tjetër. Ke marrë përsipër të bësh dhe profetin në Turqi tani? Po mirë, parashikimi im është profeti. Po unë dua me shpirt, besoj në Turqi te profetet, kështu që dgjoj. Unë uroj që them që Trabzoni mund të jetë për vendin e tretë, po jo për të fituar. Por ne na intereson. Po shtim intereson s'po vin kombëtarit, intereson çfarë bëj gola kot. Ore Trabzoni mos u shpall kur kampion Shqipëri. Bëj gola kot ti. Këtë vit, po s'po bën gola kot, pra se kot po. Dgjoj, 2 gola di ishin vendimtar. Jo, e kam në aspektin që ne për individualisht ai është okay, po shënon. Po ne s'po i marrim gjë pra. Dgjoj, nëse ai është në këtë formë në mars, do jetë një autogol po, nuk ka lidhje është në formë, s'është në formë, ne akoma s'e ke kuptuar ti. E ka personale. Do të thotë ti vjen te ishte gjë në formë Bajrami. Mendim Bajrami ishte gjë në formë. Po Bajrami i ka bërë ca gola aty, domethënë. Ku ka bërë gola? Golin çeki. Në kombëtare thoti? Po dhe Munçi ka bërë 3 gola me kombëtaren. Pra 10 minuta sa ka luajtur ka bërë gola. Do përpiqemi ta. Po është kështu, kur je jashtë forme të marrin. Po. Kur je në formë të snobojnë të. Kë ka menaxher Munçi? Është Kumbini Çormemetin, është menaxheri. Okay. Çka ka ndonjë gjë me këtë? Jo. Them që kemi dhe një foto të kujt. Po festën ka reaguar. Po festën e çmend. Do të vere pak atë foton e menaxherit që ka. Po. Kjo është besoj një kujm po them unë e pastësh. Po. Lërja ta të shohin. Reklamurin shqiptar, po. Dgjoj, nuk është puna lërja ta të shohin. Ai ka kartonin 10 milionë euro, për mendimin tim, kombëtarja kur do të kritikuar. Për momentin po ecën mirë, kemi arritur play-offin, është historike, dakord, por nuk mund kemi luksin të lëmë jashtë Muçin, tani na vajti goja kthe mbrapa. Po. Dhe nuk po i themi Silvinjos që të luaj Muçi me patjetër, po normalisht nuk mund ta humbasim. Se nëse deri dje Asani dhe Bajrami e nxjerrnin një euro gol nga hiçi, sot është Ernest Muçi që nxjerr një euro gol nga hiçi. Kështu që unë uroj të jetë me shëndet të plot në mars dhe do punojmë deri atëherë Kristi. Po do punojmë do punojmë. Jemi brezi të bezdisur kur sa herë bën gol Muçi, ose sa herë shkëlqen ai pse se merr, pse se thret. Forca Muçi. Muçi, po dhe Muçi duhet të Muçi duhet të jetë edhe pak më energjik, më i përfshirë, thonë, nuk është. Po, është pak si me Menefrego dhe. Po, e pe dhe ke festa që shumë modest. E pe ke festa që organizuan ato ke dhoma e Gjveqjes. Okej. Shpresojmë që në play-off ta kemi pjesë e listës normalisht sepse ai trafiku në krah vazhdon edhe shtohet. Po. Sepse përveç Muçit është dhe Mehmeti i cili dha 3 asiste. Po, edhe ky ju të tjerë ngronin në diell tha ai. Edhe ky kështu është. Kështu ta Silvinja, ti hajde ju të tjerë ngronin në diell. Po e bëjmë batutë tani. Luj Kruqet Mimure. Po. Mehmeti ka dhënë 3 asiste. Dgjoj. Po tani Arber Hoxha bëri dopjet. Po para se të shkojmë aty se Arber është pjesë e listës, do marrim mirë kandidatët. Do vendos drejtori atë videon e Mehmetit, çfarë asisti ka dhënë për shkakun, një asist mjeshtëror për mendimin tim. Luan në Premiershipin angles. Okej, këtë heqim kraht majt tani. Që ti bëjmë vend Mehmetit. Shikoj para se ta heqim, prit. Vendos edhe një. Ky është goli i shokut të ekipit, po do shohim mënyrën e Skama është. Na bëj. Nuk po them këtë heqim, se ti i bie direkt me thik po. Po direkt, po pse çaj? Jeni mësuar ju. Jeni mësuar ju me. Më thot drejtori thot Broj. Po Broj është krau tjetër drejtor. Broja sulmus orën qendër on djathtas tani sepse ta kemi gjetur vendin. Nëse ai ka lynte majtas mirë ka drejtori, po domthon shko. Nuk kemi ndonjë pikë fikse për momentin. Mund të luaj Uzuni djathtas, mund të luaj Uzuni në qendër. Mana
pa lëvizshëm. Puna është e Po Mehmetit. mirë, po pse s'ka këtë të mirë? Ka dhe pak fatin e keq. Dëgjoj. Domethënë, okay, mirë që e kemi, po ka dhe pak fatin e keq që për momentin ka pak, si thaj, lëvizje shumë në krah dhe nuk mund ta. Po pse s'kapni këtë aspektin tjetër? Pse s'kapim këtë aspektin e? Shoqëria mbritëm kësaj dite valla ku trajneri s'di këtë zgjedh. Ti sheh anën pozitive. Po patjetër. Aq ka, sa janë 25. Po. Kaq. Tani, sepse dëgjoj, ne do vazhdojmë të themi kritikat tona. Po deri në momentin që ai fiton, fituesi nuk gjykohet. Po, normalisht. Edhe të marrësh të grumbullosh Bajramin, për shembull, Astanin, që nuk është se Po Bajrami nga i grumbullimi që u bë pati një të mirë se luajti disa minuta këtë fundjavë. po. Paktën e mbështeti. Po. Silvinjo dhe ashtu. Por gjithsesi kjo e Mehmetit është prapë diskutueshme, aty kartoni rritet, kotat i rriten. Në momentin po nuk erdhi tani kombëtare kur do. Di si mendoj unë, kjo është kombëtare më e mirë që ne kemi dhe ne po nuk kemi thënë këtë. Unë mendoj që po nuk shkojnë tani në botëror. Zorse. Shkojnë pas bëj llogarit pas 4 vitesh. Ose do shkojmë kur të bëhet një botëror për gjitha skuadrat. Me 112 ekipe. Me 112 ekipe. Jo, është e vërtetë që po shkuan tani, besoj që pas 4 vitesh do jetë një tjetër. Po hiqja të mos, pse? Shikoj me pozitivitet. Shikoj, dëgjoj, shikoj këtë. Shive, çaqo, okult, shikoj okultin, gjithmonë 3 çerek të mbushur. Po se shikoj. Po hiqe mos, hiqe. Hajde. Edhe unë besoj që do ta kalojmë Poloninë. Do të ndeshja finale është. Pastaj step by step, si thonë anglezët. Si e pe shortin? Shortin? Po para se të kthehemi prapë pasaj te Hoxha dhe pranë qytetit të tij. Shorti shumë i mirë. Domethënë do preferoja Slovakinë në. Ti që në Varshavë? Jo, kam qenë për një summit Shirit Evropës. Për ndeshjet e unë, po për turizëm. Jo për turizëm, ka qenë për punë 2 herë, në Varshavë dhe në Krakowi, po për punën kur isha gazetar politik. Dëgjoj, do doja Slovakinë në shtëpi. Ktu e kishim bër zjarr. Por mendoj që ka 2 pluse të mëdha ky short. Në eliminatorët e fundit të Europianit e kemi lënë poshtë Poloninë dhe Çekin, pra i tregon atij tjetër që dëgjoj, s'kam frikë nga ty sepse ti e pe kur u përballën klash poshtë. Dhe dyta, kam përshtypjen, mendoj që kjo mund të ngelet tu sepse arroganca ishte nga ana e polakëve që thamë që Shqipëria është kafshat e lehtë. Aq më mirë. Ne s'do të mendojmë që po vim aty pa frikë, po që ne thjesht do ulemi të bëjmë atë të voglin, po kulur dhe aty pastaj të surprizojmë. Ti e pe që tek to. Po vetëm me nota arrogancë dhe ne. Jo, ne s'po shkojmë me nota arrogancë, unë se thash të të njohësh vlerat e tua nuk është arrogancë. Ti e pe që nga këto 4 skuadrat, Ukraina kishte mundësinë më të madhe, pastaj Suedia, Slovakia, ne na jepnin vetëm 10%. Aq më mirë. Ne kur çfarë është kjo 10%? Që shkon nga ky grup shkon një skuadër në. Kush e thotë? Sondazhet që janë bërë. Sondazhe. Dhe aq më mirë kur ne nuk na pret njeri. Ne rolin e outsiderit e qajmë. Po. Kështu që dhe tjetra ndeshja e fundit për kualifikuese botërorit me Poloninë, kemi një foto do e vendos tani drejtori nga Polonia. Po. Ka qenë për eliminatorët e botërorit. 84. Jo, 2021. Po. Këtu në Tiranë, ndeshja e fundit, që ne ishim përgjysmuar nga Covidi këtu. Po. Humbëm 0-1. Nëse ne fitonim, shkonim ne në play-off. E keq menaxhuar nga Reja. Po pse e keq menaxhuar? Po. Broja nuk luajti, por gjysma ishin mungon. Broja duhet futur që në fillim. E kemi. Balliu dhe Lewandowski. Dhe Lewandowski ka qenë super form, duhet të thënë. Tani është besoj në rënje. Uroj që të jetë i dëmtuar në Mars. Po jo më atë. Hajde, dëmto. Po jo mos i uro dëmtimin apo. Po si. Uroj që urojmë që mos shënoj atë ndeshje. Uroj që shkrimet të dëmtohet në Mars, mos luaj me ne. Domethënë do të shfrytëzosh çdo grup të mundshëm që ne. Po, Machiavelli, çfarë? Dakor. Po si pse çfarë? Polonia është ajo Poloni. Dhe tjetra se Smareta. Polonia ka disa Smareta ka Zilinski në rezervën e Interit, ka Zalewskin që po luan me Atalantën, që është lojtar që kanë. Që është cop. Po, dhe Lewandowski, që është ylli i tyre që luan me Barcelonën dhe është në rënje. Dëgjoj. Po nuk arritëm që të mposhtim këta? Po janë të fortë. Ti e pe me Holandën. Po sham me zor fituar me Maltën, çfarë? Mirë. Nuk është ajo Polonia që mban me ti. Çose ti jemi më së më në moshë. Polonia e frikshme që atëherë nuk përballesh fare. Po Polonia që ka qenë vite para, ka qenë e frikshme, nuk
Guxoje do ta përmendni. Kemi një 2-2 në 84 me një gol Bedrio Murit. Pastaj në 85-ën Boniek që erdhi nga finalja Juventus Liverpool me charter bëri golin dhe u kthye. Dgjoj, se s'ma le ta përfundoj. Plus që unë jam i bindur që stadiumi do jetë me shumicë shqiptare. Që kanë filluar tash në Varshavë. Jo, shumicë. Do ta shikosh. Po si shumicë? Me çfarë mënyrat? Do të shikosh. Po je kompleta absurde këtu, kjo. Jo, s'është janë sport, pse? Po është 56.000 vend po. Po. Si që 20.000 vetë do jesh shqiptar. Po jo, më. Si jo? Po jo, nuk ka shans. Pse? Po nuk ka shans. Ja do ta shikosh. Ti do kesh vetëm 3.200 vende të saktuara. Po. Dhe po ta kujtoj ndeshjen Poloni-Holland tani për kualifikuese ka qenë 54.000 nga 56.000. Kështu që i bi kanë qenë 50.000 Polak aty. Po. Ti mendon se në ndeshjen më të rëndësishme në play-off botërori që ata do shkojnë apo ne, ti mendon që do jetë më shumë shqiptar? Jo më shumë, po do skuqet. Po nuk e besoj. Po. Ndoshta në tregtëzi mund të blejë një pjesë e vogël. Këto pra po them. Po jo 20.000 shqiptar. Nga gjitha këta se nuk është e njëjta gjë si me shqiptar do fillojnë që tash punën për nuk është e njëjta gjë si me Euro 2024 në Europian Gjermani ku ne kishim shans që të kishim një short edhe morëm biletat të gjithë. Nuk është e njëjta gjë. Biletat ishin Federata e Polonisë, si na dhën kanë do bëjnë autogol ata thotë. Dgjoj, po kur e mendon. Pastaj më fal, kaç le kemi ne shqiptarët që të vëmë të blejmë ata polakët janë dhe ultras, apo janë huliganë, diti që janë nuk kanë tifozëri e qetë. Po Kristi, po kur e mendoj kështu. Pse është jo pa drejtësi domun? A është play-off? Po, kjo është e diskutueshme. Po bëjmë në një vend asnjënës. Neutral. Dy gjëra ka të diskutueshme në këtë pjesë. Po. Mënyra e përcaktimit të play-offit, po, dhe numri i ekipeve që shkojnë nga Europa në botëror. Po. E kishte cekur dhe Gattuso i Italisë, që nuk është e drejtë që Ekuadori me 3 fitoret e fundit del në vend të 9, vend të 10 aty dhe futet në botëror. Ndërkohë nga Europa, po, është numri i vogël i ekipeve që shkojnë në botëror, sepse janë rritur, sepse Italia ka frikë nga tripleta. Po. Fix tripleta e Lenirsia. Dhe fati jonë që nuk u shortuam në grup me Italinë. Pse? Po sepse do lunim në shtëpi me Italinë. Nuk i diet se Kjo Itali? Më dëgjoni, ajo Itali, po është Italia në fund të ditës. Jo, ka qenë. Po shko tash, nuk besoj që t'ja falin. Ka qenë Italia që shkonte në botror. Nuk besoj që t'ja falin vetes 3 herë jashtë. Është e tepërt. Dgjoj. Pastaj ne nuk. Ore, play-off pra. S'do ta bësh me një ndeshje në vend neutral, bëj me vajtjardhje. Po, unë jam edhe këtë me vajtjardhje. Vajtjardhje. Pse që 2 ndeshje më duket shumë për të shkuar në botror. Është too much për mua 2 ndeshje. Në radhë shorti keq që jemi të dyja jashtë. Shkon ajo, si kishte ajo Curacao. Po, Curacao. Edhe Haiti apo jo. Po, Haiti dhe ka shkuar domethënë. Ka shkuar rrife nga 10 me 1 15. Po s'lejon ata tifozët atyre, e dëgjove që ata ky Trumpi që s'do lejojnë tifozët e këtyre shteteve. Se na rrin këtu. Nuk thënë masi. Bën emigrant, po. Për të kthyer. Pastaj kur ti rrin tifozët shqiptar pastaj Trumpit? Po, është bërë një FIFA Pass që në gjithë tifozët që kanë disponojnë një bilet, kanë mundësi që të aplikojnë, mund të marrin një FIFA Pass, vetëm një lej domethënë kalimi si tip vize përkohësisht që të shkojnë ndeshjen dhe të kthehen. Po. Normalisht edhe mund të ratisen, se do një çudi e madhe, po. Okej. Kështu që do kemi, nëse ne shkojmë aty është një mundësi për shqiptarët. Kryqëzojmë gishtat edhe që mbas e kalon Ukraina me Suedin çifti tjetër. Dua Suedin. Suedia. Unë dua Suedi. Ukraina shumë e fortë. Po çfarë Ukraina fortë, po më çudit sot nuk e di. Po pse e pe? Ke një këndvështrim tjetër sot. Çfarë pash? Si çfarë pe? Po Suedia me lojtar 100 miliona, Boristak, Liverpooli, Gyökeres, Arsenal, e lan. Pse hedhin ato, hedhin kartmonedha në fush ato edhe luajnë kartmonedhat? Ja kanë sundësi më shumë. Çfarë bëri? Suedia ishte kualifikimin në xhep, kishte kështu nga Liga e Kombeve, as kushtuan fare. Jo, la më toleruan, as super kushtuan fare. Su i penjuan, ai tha. Mirë, po kaloj. Dali kur dëgjoj. Fal, me Ukrainën ne luajmë në fush asnjëse. Si është më mirë të luash në mes të Stockholmit dhe të luash ato për nuk pyesin. Si nuk pyesin? Suedezët janë të ftohtë valla. Ku ka problem? Çka kanë bërë aty 2 vitet e fundit? Po. Protesta në kampionatin vendas, tifozët. Dgjoj. Të kalojmë Poloninë dhe do flasim për këtë. Po, ne bëjmë një kështu tip projekcioni si mund të ndeshja me Ukrainën. Çfarë i bie? Drejtor, çfarë i bie 26 marsi, mo? Ejnte. Më duket. Okej. 26 marsi atëherë podcastin që është të martën,
Saktë, Kristi gjithmonë i saktës. Podcastin do ta bëjmë një podcast në Poloni. Se kemi kaluar polakët edhe në pritjet asaj. Ndeshja mund të luhet në Prag me shumë mundësi. Në Prag, ë? Sepse edhe ndeshjen e parë me Ukrainën për Ligën e Kombeve kemi zhvilluar në Prag. Po Çekia? Çekia është tjetër gjë. Po s'ka stadium në Prag, ka 3 stadiume Praga. Po, do japi një Ukrainës, ë? Po normalisht që ose ndoshta pastaj në Gjermani. Po, do jetë ky presidenti si e ka ky? Po, kur ta kem të disë informacion do ta tregoj. Se i vjen 4 muaj para. Okej, ecim. Kështu, kthehemi pak te Arber Hoxha. Arber Hoxha. Po, drejtor, kemi një video golin e Hoxhës. Parin apo dytin? Po, mos gaboj është goli i dytë. Okej. Mos gaboj është. Drejtor? Jo, ky është goli i parë. Po, goli i parë. Ky është goli i parë, po. Hoxha është në formë, vini, është. Ky është goli i parë. Është po shumë është në formë. Është në formë, ka gjetur veten dhe po shija pak këto media që e flisin për transferim në Angli në Championship. Po. Duket Hull City ishte pas. Nuk e di si mund t'i bëj një kalim aty, është pak. Është ngjitje e lartë. Po është pak kampionat agresiv ai Anglia që ndoshta mund të ishte një kampionat më teknik për. Po ne e pam që nuk ishte, ama të filluan këto tash që filluan. Janë këto mos ke bllokuar rrugën apo jo? Ë? Mos ke bllokuar rrugën, që po të marrin. Jo, gjetëm gjë. Se ta dini ju ku jemi ne dhe ku parkohemi, ta dini sakrificat që bëjmë çdo javë, po hajde, s'ka gjë. Faleminderit Zotit. Dgjoj, Hoxha. Dgjoj, po ne harrojmë diçka tjetër, Krisi. Çfarë? Deri në mars i thënë 4 muaj. Po, ndryshon futbolli shumë. 4 muaj, kush e di, unë vetëm se që kam një parandjenjë që do ta ruajmë të regjistrim që Lewandowski do dëmtohet në fillim marsit. Po manifeston për një. Ha? Po manifeston për Lewandowski. Po nuk është gjë mua, Lewandowski nuk është ndonjë dëm, nuk bën diferencën. Ne. Po nëse Lewandowski bën diferencën? Jo. Po nuk e bën apo. Po kush e bën diferencën? Mami Lewandowski? Po nuk e bën. Po Lewandowski pra e bën. Po se bën pra. Okay. E bënte para ca vitesh, tani nuk e bën. Ore, bën, e pe tani. Po çfarë pas? E pe golin. Po kthehet golin e parë me Atletico Bilbao. Po kthehet rezerve Barcelonës për pak. Ore, unë dua dëmtuar atë. Kjo është mendimi im valla. Po mirë, okay, dakor. Nuk unë do të them që atë kumbulla që është mbrojtësi Joni 4 dhe fut në xhep siç e ka futur. Jo më Gjimshiti me Ajetin. E fut në xhep, po kumbulla e ka xhepin e shpuar. Tak del ai nga fundi pantallonëve bën gol. Ama nuk burtashi të hajde, ecim. Tani kemi edhe një paraqitje të Julian Sheu dhe të Mirlin Daku. Vendosim në golin e Dakus. Daku po u zhbllokua Daku. U zhbllokua, po Daku duhet kujtuar që në kombëtare, me thënë drejtën, unë e përgëzoj sepse ka qëndruar në stol dhe i duruar. Po pret momentin e tij në çka teknike e lartë. Po. Këto kujtojnë golat e Francesco Totit kur shumë. Po do ta shohësh ai stil. Dakor. E ngritë stekën shumë. Jo, thash mënyra ekzekutimi tip Panenka. Dakor. Plus se Liga Ruse Daku ka përvetësuar, por po bëhet sulmuesi kryesor aty. Jo vetëm që po pret atë, po unë shikoj një attitude pozitiv, një qëndrim shumë pozitiv nga Daku, që kur bëjnë golat nga tjerë shkon aty feston pra në 180 gradë në ndryshim me brojen. Është pak tip emocionali Daku. Juli është në formë, Jul Sheu. Po dhe Juli normalisht. Ka bërë golin e vetëm. Po. Pavarësisht ka humbur Vice Floc 3-1. Por e kemi drejtor videon e Julit? E kemi? Apo jo? Jo, videon e Julit. Jo, okej, s'ka problem. Kemi një foto. Në rregull. Ka bërë ai është mirë, ai është dhe është merita kryesore e Silvinjos. Po. Mirë, po merit kryesore e Silvinjos, po Silvinjo duhet të ketë parasysh që ta shikojë kampionatin shqiptar dhe mos presi se Jul Sheu për shkak këtu ka qenë. Po tani ma o shqetësurin. Po pse? Po çfarë shoh këtu, aty po luan Aslanin
Serie A. Po luan, po e ndrit Aslani fakt Serie A. Po normalisht e ka arritur nivelin në shkolltare. Po shumë. Laçi që luan Turqi ti thua tani me. Jo, po e ka arrit shumë nivelin. Jam dakord që duhet të kthej syt ka. Torino 5-1. Problemi është. Po dakord, pra Como është ekip në formë. Jo, është në formë. Është në formë në momentin. Vojvoda iku nga Torino ke Como. Dakord, edhe Torino për shembull kam poshtu Romën mes të Romës që po kryeson, e kam poshtu 0-1. Okej. Çdo më thënë, i mbajti barazimi Juventus. Po mirë me ty. Ndeshja ndeshjes nuk i ngjan. Ti tash mos ke fillu. Ne nuk kemi Silvinho, nuk kemi cilësi. Ore ta shikoj kampionatin shqiptar. Po nuk kemi cilësi pra çfarë? Po s'ka cilësi. Po ku e fitoi Cicinaj kur shkojnë në Poloni? Po normalisht ku e fitoi ku e fitoi. Po jo. Këtu luajti një 3 vjeçar të mirë me Laçin. Po? Dhe u transferua jashtë. Edhe? Aty pastaj rriti nivelin normalisht. E rriti për 3 muaj, ë? Po 3 muaj, po 2 vite ajo. Çaj po gjikon e suksesit e? Vini. Mos u dito. Suksesi nuk është 2 vite, 2 vite. Çfarë po lirohem unë? Po çfarë them unë ty tash? Ti ke krahur me qira. Mirë ke. Ai qëndroi 2 vite në Poloni. Po. Mes tyre 6 muaj dëmtim me gjuhë. Po. Dhe pas një viti e gjysmë mori një ftesë nga kombëtarja. Po. Tani mos pretendo që të vinë një mesfushor, sepse mesfushorët më të mirë këtu në Shqipëri ne ishte Lushka i cili u transferua po jashtë. Kemi Aleksin. Po këta kjo për Aleksi Lushka më thuaj një tjetër. Krymi që bie në sy, nga Dinamo kush ka? Dinamo janë të huaj të gjitha ata Karamba ku djavi çaj janë? Po ta naturalizojnë në një më. Po nuk bëhet pra, nuk bëhet. Nuk do duk, a? Nuk besoj që do marr me ngjyrë ndonjëherë. Me ngjyrë? Po. Pse? Po nuk e kemi në tradit, nuk e kemi. Jemi si Andorra, e di kuriozitetin e Andorrës. Andorra është fanatike e lojtarëve vendas. Po? Që janë rritur aty, janë lindur në Andorra, nuk merr sepse Andorra logjikisht mund të bënte një super kombëtare me mbetjet e Spanjës. Dhe me mbetjet e Francës, sepse është mes të tyre. Por ka zgjedhur që të mbajë një kombëtare super të lodhur, që është në fund, dhe të luajë me vendas, janë fanatikë atë. Faktë, çu edhe femrat të Andorrës duan aty. Por ne nuk shkova pak larg, nuk e kemi këtë problemi. Lojtarët me ngjyrë këtu ne kanë kaluar, si Ola Inka e Kuban, por ata kanë qenë të paqëndrueshëm për momentin. Edhe Qasim Laçi bëri një gol nga. Po, edhe Qasim Laçi. Kemi? Po, patjetër e kemi edhe videon e. Po, kemi edhe videon e Laçit. Po? Një ekzekutim perfekt, kështu që ekzekutim perfekt dhe shkoj ndeshja e kemi. Shkoj ndeshja, ja, shikoj. Wow. Laçi mori dhe karton në kuq me. Në këtë moment, Rizespori kryesonte 2-0 me Fenerbahçen. Pastaj Laçi po zbulon diçka në kombëtare që ky Aslani që i gjuan këto goditje dënimit, mos ndoshta do ta bëj ndonjëherë krahun. Po normal. I jep dhe një sinjal me këtë, Silvinho që ka dhe goditës të tjera, sepse ai është moment vendimtar. Patjetër. Te ne gjuan Bajrami, gjuan Aslani. Madje nëse do isha unë trajner, që nuk jam. Po. Unë do ta provoja që të nxirja Aslanin dhe të fusja Muçin. Si duket? Kjo është, domethënë, e shfrenove fantazin fare me këtë që. Po pse? Pse e shfrenove fantazin? Ti të marrësh Muçin nga përpara, dhe ta kthesh në vendin e Aslanit që është organizator dhe aty ke me Don Berishën që mund ta zvendësoj, po them në rastin më të mirë. Okej, më dakord, po Muçi është përpara vini më. Muçi është mbas sulmuesve, është fantazist, ose në krah. Po. Winger. Këto dyja i bën Muçi luan djathtas, majtas në qendër, sulmuesi i dytë. Unë sulmuesi i dytë në qendër. Aslani, nga Aslani ndërtohet gjithë loja e kombëtares tonë. Po. Sepse ai është merr topin e parë, kur hapet mbrojtësit, hapet Xhimçiti dhe Ajeti, hapin qendrën dhe vjen Aslani, merr topin që nis organizimin e lojës. Po pra po, e di, po. Ndoshta ne mund të themi me Don Berishën, që ma kujtoi drejtori në kufje, është një lojtar që po shkëlqen, potencialisht ka për më shumë, për më lart, luan te Lecce, ka filluar luan rregullisht. Po. Nëse më përpara ishte një ndeshje po, një ndeshje jo, tani luan rregullisht bashkë me Ramadanin. Të dy në formacion dhe po të kujtoj që me Don Berisha, se unë kam ndjekur që përpara, ka qenë te Primavera të rit. Ke bërë një super shkrim atëherë. Atëherë kur asnjë ai ka qenë kapiteni i Lecces të rinjve, ka dalë kampion Italie, Primavera dhe ka shënuar 14 gola mos e. 14 gola. Gola shënues. Okej. Penalti, goditje dënimi dhe gola. Kështu që ai është një goditës për mendimin tim më mirë se të tjerët. Okej. Që janë aty. Për momentin nuk është mundësia, po pret dhe besoj që unë sugjeroj që të pres të duroj sepse do vi mundësia e tij. Se nëse shohim pikat e mesfushës kanë ndryshuar shumë, nëse më përpara kishim Ramadanin, kishim Seferin në një krahun këtej, kishte Hasanin, gjithë ato pjesa aty kanë mesfusha e sulmit kanë ndryshuar. Tani kemi Seferi u arkivuar. Laçi në kualifikuesit e Silvinjës nuk ka qenë Seferi po shënon Turqi 2 mirë është. Po. Laçi pas Europianit
doli si lojtar titullar, sepse në kualifikuese Laçi ishte lojtar stoli. Po. Kështu që dhe Julian Sheu nuk ishte fare, kështu që besoj Pajaziti dhe Berisha do t'i vite momenti tyre që të kapin lojtar titullar në kombëtare. Okej. Sepse luajnë jo se dua unë apo Timo, po ai luan Serena. Normalisht që një ditë do ta fuzësh dhe në titullar në formacion. Dakor. Dakor, s'ke ndonjë. Jo. Munçi, prapë ktheve te Munçi, po prapë e dua fort Munçi. Munçi është prodhim bardhë blu. Prodhim bardhë blu, po është me origjinë nga Pogradeci ti. Okej. Është edhe nga zona jon. Ashtu, po. Shumë, atëherë. Pavarësisht se këta e bëjnë kështu si Tiranë, sa i ka Pogradeci. Tiranë si vjen autokton, ha? Babade. Mirë, bra. Po kemi, po. Hajde. Javë të mbar. Gjithashtu. Tung.